Përshëndetje të nderuar miq e Index.ai. Po e nisim sot shtypin me gazetën Sot. Gazeta Sot hapet me krye artikullin Tom Doshi, Shkëlzeni dhe Ridvani, bosët e Bixhozit, Berisha i alarmuar për mbylljen e biznesit kriminal. Marka Kalamata. Mbi 35 vite në teatr, si në anulloheshin pjesët teatrore gjatë provave gjenerale, vijon në faqen 18. Opinion, matura shtetërore metodologji, e dështuar në pranimin e studentëve në arsimin e lartë. Korrupsioni në arsimin e lartë luftohet me reformën në ligjin e arsimit e lartë dhe me rritjen e pagave. Jasi u shkarkua në blok doganierët në 2005. Zbardhe në urdhrat e firmosur nga drejtorët e Berishës. Milo, ish ambasadorët grek bastarduan historinë, Shqipëria nuk u formua në 1913, por u coptua. Spartak Brau dhe Bashkim Fino kundër ligjit të qeverisë për shpenzimet e deputetëve, PD kërkon dietat. Vazhdon hemoragjia në PD. Kadeli braktis opozitën, deklaron bashkimin me LSI-n, vijon në faqen 10. LSI, Polumbari i dezertorëve të Saliut në koalicionin e Majt, vijon në faqen 10. Kancelarët e Halimit drejt largimit nga gjykata, dyshime për manipulimin, jasi u mbyllën dosjet e korrupsionit, vijon në faqen 5. Juristët mbështesin byron kombëtare të hetimit, hapen dosjet e ish kryeministrave, ministrave dhe gjyqtarëve, vijon në faqen 8. E pra të dashur miq, këto ishin artikuj kryesor të gazetës Sot. Vijojmë një gazetë tjetër e cila është gazeta 55. Gazeta 55 hapet me krye artikullin Ministri Tahiri të bashkëpunoj me drejtësinë, të tregoj lidhjen me Elvis Toçin. SBA i etik roli një opozite të fortë konstruktive për mbarvajtjen e demokracisë. Vijon në faqen 8. Dita 5. Ish kryeministri Sali Berisha reagon në lidhje me aksionin e policisë për sekuestrimin e ikonave të vjedhura dhe kujton opinionin publik të mos u mbas vigjilencën ndaj aferës së parë të qeverisë kleptokrate të Edvinit. Rama çmendet jo pas pikturave, por pas ikonave. Ky ishte shkrimi që ka deklaruar zoti Berisha. Haronin legalizimin falas dhe ndërtimet me leje rrezikojnë të shemben. Reagon Partia Demokratike, dega Korç për aleancën për DPS, për buzje për pazarin e Bamir Topit me PS-n, është Orex Patericash. Qazim Komani, veprimtaria e forcave ushtarake shqiptare në Kosovë. Republika Turke, si pasqyrë për demokracitë në lindjen e mesme. Terrori policori e Tiranës si përpjekje për vendosjen e neodiktaturës komuniste. E pra të dashur miq, kjo është një artikull kryesor të gazetës 55. Vijojmë një gazetë tjetër e cila është Rilinja Demokratike, e cila hapet me krye artikullin Skandali i pastrimit të parave të Delioj. Kompania Delioj tut që Rama ka sjellë në Tiranë me bekimin e Veliajt për të audituar financat shqiptare, ka një histori të errët në Shtetet e Bashkuara. Të shkrim mund ta ndikni në faqen 19. SBA mban shqetësimet e opozitës për sfidimin e ligjit. Vrasja e Doçit e vërteta e krimit tek tabulatet e Tahirit, vijon në faqen 15. Paloka, ikja Kadeli për interesa vetjake e pazaret të paskrupullta, vijon në faqen 4. Më falni. Subjektet që përfitojnë nga hipotekimi i 17 objekteve. 14.000 përfitues, vijon në faqen 16. Këto ishën disa nga artikuj kryesor të gazetës Rilinja Demokratike. Vijojmë në gazetën Tema. Gazeta Tema hapet me krye artikullin Kadeli ikën nga PD-ja te LSI-ja. Tani mazhoranca ka 85 deputet. Të marrim mbetje kimike nga Siria, ne kemi akoma mbetje kimike në Qafmoll. Vijon në faqen 11. Malizi ndalon importin e kastravecit shqiptar. Topi mbështesim ato parti që kanë pjesë nga programi ynë. A do shemben edhe ndërtimet me leje që shkelin rregullat? Tom Doshi Berishës, mbyllja e lojrave të fatit cënon Zeni, nuk ka lidhje me mua, vijon në faqen 5. Doganat shqiptare, furtun ndaj emërimeve neopotike nga Albertina Jaçe, vijon në faqen 10. Opinion, nuk e kanë as me familjen, as me martesën, e kanë me ne. Nga Kristi Pinderi, vijon në faqen 9.
Traktorët e Shqipërisë nga Miliam Shefiku, vijon në faqen 8. Përse Luli nuk flet për ikonat? Shënime nga ditari doktorit, nga Mero Baze editorial. E pra të dashur miq, këto ishin artikuj kryesor të gazetës Tema, vijoj me gazetën Mapo. Debatet në komision kuvendi kundër qeverisë për bonusit e makinave. Gjithoj LSI-s, rikthehet e AKEP, ish drejtoresha e bashkisë në QKR. Kastraveci me pesticide. Malizi blokon kamionet, pas Korçës FRD-ja drejt aleancës me PS-n, jo vetëm në nivel lokal. Opinionet në faqen 10 dhe 11. Temat e diplomave në reformën universitare. Koment nga Kosta Bajraba. Majoranca me 85 vota, ka deli ikën të LSI, PD për pazaret pas skrupullta. Spionazh dhe luftë e ftohtë mes Amerikës dhe Europës, afër dhe larg nga Volkswagen Wagner, faqe 2. E pra të dashur miq, këto ishin artikuj kryesor të gazetës Mapo, vijoj një gazetë tjetër e cila është Republika. Gazeta Republika hapet me artikullin kryesor. Legalizimet familjet që marrin tapit. Ndërtimet, kompetenca dhe jurokëllës, debate dhe replika në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, opozita është antikushtetues, majoranca ndërhyn ku konstatohen shkelje, vijon në faqen 8. Suplementi shëndetësor, kolla dhe infeksionet e kraharorit trajtohen cilat janë shenja dalluese. Infeksionet e fytit, grup moshat më të prekura se si të mbrojnë fëmijët. Formimi profesional, prioritet për vitet e ardhshme, mundësi trajnimi për të gjithë punëkërkuesit. Më falni. Stratismiri, ministri Tahiri të sqaroj lidhjet me pronarin e ekzekutuar të kazinove, vijon në faqen 2. Gjovalin Kadeli largohet nga grupi parlamentari i PD-s, kalon me LSI-n, vijon në faqen 2. Universitetet, kuotat e mbetura mbosh në të gjitha fakultetet procedura që ndiqet, vijon në faqen 7. E pra të dashur miq të Indeks Vital, këto ishin disa nga artikuj kryesor të gazetës Republika. Kalojmë te gazeta shqiptare. Kadeli ikën te LSI, majoranca arrin në 85 deputet. Reagon PD, Edi Paloka, e bleu qeveria pazaret pas skrupullta. Partia Armetës me 19 ligjvënës, deputeti marrëdhënieri me ka qenë personale me Berishën dhe jo me PD-n. Do të jepet edhe me të ardhmen shumë korrekt në të. Deputeti i PS-s si përgjigjet PD-s, kam biznes me Lora Fati, ambasada dyshonte si trafikanti Wikileaks, doshi merr vizë amerikane. Kreu i PS-s në Vlorë, jemi pro gjikës i pafajshëm. Formulari A3, kuotat e lira për çdo deg në universitet. Gjakmarrja ekzekutohet në prit babai 4 fëmijëve. Rafaela Nigro në manastiret e Voskopojës, Suvaja bie copa, vijon në faqen 18 dhe 19. Opinioni i ditës nga Pascal Milo, një frymë revanshizmi që nuk i bën mirë Greqisë, vijon në faqen 20. E pra të dashur miq, vijoj me një gazetë tjetër e cila është Gazeta Dita. Gazeta Dita hapet me ky artikull nga Ismail Qemali te Edi Rama, historia 33 kryeministrave, 7 të vrarë, 10 të dënuar me vdekje. Opozitës i ikën dhe Gjovalin Kadeli, qindra zyrtar të PD-s po shfrytëzojnë deri dhe lidhjet e kushtisë për të bashkuar me LSI-n. Ç'po ndodh me PD-n edhe pse po dështon Ulzim Basha? Të shkrim mund ta ndihni në faqen 2 dhe 3. Arkiva, dokumentat e sekuestrimeve në shtëpinë e Theodosit, vijon në faqen 10. Në 19. Në Brendësi, 4 dhe 13, gratë shqiptare si kanë qenë dhe si janë. Formulari A3 me 8.000 kuota, janë ndarja për secilën deg, vijon në faqen 10 dhe 11. Vijoj me një gazetë tjetër. Gazeta Ballkan hapet me krye artikullin hipoteka, ja qytetarët që do të marrin tapin. Ka punë për të rinj, por refuzojnë trajnimin. Ministrat Velia dhe Ahmeta i orientim drejt shkollave profesionale. Majoranca me 85 vota, Gjovalin Kadeli braktis PD-n, ikën te LSI, kontakte me Metën dhe arsye televizive politike. Ky shkrim vazhdon në faqen 3. Rastet e dhimbshme flasin për martesat gay kur fëmijët diskriminohen në shkolla, jo në faqen 11. Këshilla mjekësore si të marrin në kontroll hipertensioni me ushqime.
Bakteret pozitive në ushqim, mi të shëndetit, vjo në faqe 19. Të zhvaroset polici nuk e kam vrarë unë drita. Drita ndajti lëshon sërish akuzat të forta nga sala e gjyqit, vjo në faqen 14. Edi Rama, reform tërësore në ardë dhe kulturë, vjo në faqen 3. Meta, rekomandime në të Tozani shtys për iniciativa ligjore, seriozitet në kërkesave të avokatit të popullit, vjo në faqen 2. E pra të dashurmi, to ishën artikli kryesor të gazetës Ballkan. Vjoj me një gazet tjetër e cila është gazeta Shekulli. Ndërtimet me leje, kur prishen? Opozita UNK, si gjykat qeveria, 3 moratoriume për ndërtimet. Vjo në faqen 4, 5 dhe 6. Debatet, ulja shpenzimeve të naftës bashkojnë deputetës deputetët e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, vjo në faqen 10. Fëmijët me aftësitë kufizuara shkëlqejnë në lojrat olimpike, vjo në faqen 16 dhe 17. Tom Doshi, mbyllja kazinove që në shkëlqen Berishën dhe jo mua, vjo në faqen 3. Formularia 3, Universitet Shtetërore 8.000 kuotat e lira për çdo det, vjo në faqen 23. Gjovalin Kadeli, braktis të dënë, LSI bëhet me 19 deputet, vjo në faqen 10. Seanca, Dritan Dajti nuk e vrava unë dëshmorin Feskaj, kërkoj zhvarimin, teknologjia dhe shërbimet sekrete, vjo në faqen 9, ndërsa Dritan Dajti vjo në faqen 14 dhe 15. E pra të dashurmi, këto ishën artikuj kryesor të gazetës Shekulli, vjojme një gazet tjetër, e cila është gazeta Panorama. Vendimi për INUK, Inspektoriati verifikim të gjitha lejeve të ndërtimit. Ministra Gjermeni para deputetëve sqaron vendimin e qeverisë, INUK kompetenca të gjithë teritorin, opozita shkelet kushtetuta, vjo në faqen 2 dhe 3. Opinion, punës njeriun apo njeriut punën nga Fatos Lubonja. Rubencit, çfarë i takon Rubencit nga Agronjek Markaj, vjo në faqen 19. Opinion, zbulimi Amerikan dhe shqetësimi Europian nga Qemal Lame, vjo në faqen 18. Universitetet kuotet e lira për të gjitha degët e fakulteteve, vjo në faqen 12. Deputeti Gjovalin Kadeli me ish-kryeministrin Berisha gjatë fushatës së zgjedhjeve të 23 qershorit, vjo në faqen 4. Bonusi për karburantët, deputetet e PS-s, LSI kundër qeverisë, faqe 5. Tabela e plot, bashkia gati hipotekat për 70 pallate në Tiranë. Burel, nipi vrau në Angli, atentat me 15 plumba, 29 vjeçare, vjo në faqen 15. Me holandezët, Bregazi ambasadat të lobojnë për investimet. Policia private Aulona Pull se dini për konfliktin e pronësisë. Dokumenti Gjinushi firmosi lirim në Godinës më 1996, vjo në faqen 6 dhe 7. E pra të dashurmi, këto ishën artikujt kryesor të gazetës Panorama. Vjojme një gazet tjetër, e cila është gazeta Sot. E pra të dashurmi të Index Pikal, këto ishën gazetat për ditën e sotme, datë 31/10/2013. Ju faleminderit që ndihni Index Pikal.